U rikthyem sërish në studio për të vazhduar me musafirin tanë të radhës. Kësaj here une studion e kam të mbushur me nxënësit dhe profesoreshët nga Tetova. Pikërisht bëhet fjalë se ata kanë marrë pjesë në Kalan e Ulqinit me një sfilatë mode i quajtur projekti Identitet i Gdhendur. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Ju faleminderit shumë që erdhët, edhe pse jemi një numër dhe kjo e zbukuron edhe më shumë emisionin ton dhe studion ton. Faleminderit për ftesën, mirë se vjen gjithë. Faleminderit. Cili ishte ideja kryesore për këtë projekt që morët pjesë? E filloj me juve, profesoresh, kësaj here. Ideja kryesore ishte që ne në fakt vim nga shkolla Gjoqe Stojqevski, shkolla tekstile në Tetovë. Ideja kryesore ishte se projekti është se kjo sfilat ishte një urë me zbrezash mes gjurmëve të së parëve tonë. Dhe ishte shumë i bukur, mund ta them, besoj që tani nga regjia do shkojnë edhe fotografi që i keni sjellur enkas që për t'i parë edhe shikuesit tanë. Në fakt, sfilata Identitet i Gdhendur është një homazh artistik, vizual, që eksploron dhe afirmon rrënjët tona kulturore historike. Sfilata është e prezantuar në dy pjesë, ku janë të lidhura thellësisht njëra me tjetrën, me një rrëfim të vazhdueshëm identitetit shqiptar, nga figurat të ndryshme. Jo, nga figurat e rilindasve shqiptar, tek veshje tradicionale të rikompozuara në gjuhën e botës bashkokohore. Unë mund të them se nxënësit mund të them se u shëndruan në ambasador të kulturës sonë. Dhe mbrëda kohës i shohim në fotografitë që nxënësit e kësaj shkollës pikërisht kanë marrë pjesë dhe mund të themi që është një veshje goxha interesante. Shohim edhe këto. Profesoresha Besa, mund të na thoni pse u vendos që ky projekt të prezantohet pikërisht në Kalan e Ulqinit? Kalaja e Ulqinit paraqet një simbol të rezistencës, të historisë tonë, të kulturës, traditës. Ne vendosëm që të prezantojmë koleksionin tonë atje me qëllim që të na jepet mundësia e një skenografie manhitse, ku ideja e vetë projektit tonë u bashkua shumë mirë me pjesën e Kalas në Prapasken. Mendoj se edhe vetë ideja e komplet projektit u dha në një mënyrë të shkëlqyer në skenë. Është ndryshe se për shembull Kalaja e Ulqinit ka gurët, ka rrugicat, muret, që ata janë vetë historia jonë. Pastaj deti, gjuha, e gjitha kanë kontribuar që edhe kjo sfilatë duket më bukur edhe ta prezentojmë edhe ne të themi identitetin tonë shqiptar kombëtar. Ishte vend ideal për një sfilatë të tillë. Atëherë kthehemi pak këtu mund të shfrytëzoj rastin edhe të përmend se edhe drejtori i shkollës Muzafir Livoreka ka qenë këmbgulës që ne të shkojmë dhe të bëjmë këtë sfilatë atje, pastaj me ndihmën e komunës, falenderojmë edhe komunën e Tetovës që na përkrahu në këtë udhtim të shkurtër, por i bukur. Pikërisht. Kthehemi pak tek nxënësit. Mund të na thoni se si ndihet që patët mundësi të merrni pjesë në një sfilatë të tillë? Cili nga ju do të përgjigjet? Unë do të thoj. Ishte një garanci tepër e madhe, ishte shumë e mirë, edhe të njëjtën kohë kishte një frikë e madhe se një vend që është aq i bukur, nuk e njihni më aq mirë, po ta ngjallte një kënaqësi në shpirt se e prezantosh shkollën, prezantosh kulturën tuaj dhe ishte një qejf tepër i madh. Nuk përshkruhet me fjalë. Atëherë mund të na thoni të tretë nga ju se cilit personazhet historike përfaqësuat ju? Fillojmë nga djali këtu. Unë përfaqësova Naum Veçelaxhi, i cili ka bërë alfabetin e parë në Shqip, i cili quhet Avatar.
Dhe të pëlqeu veshja, sfilata, një personazh goxha të shuar, ta... Po, je shumë i kënaqur dhe kënaqësia më e madhe që e morët pjesë. Ndërsa ju? Unë kisha Jenërim Deradën, ishte një kënaqësi tepër e madhe që ta kisha veshjen me atë dhe portretin e tij e kisha pas dhe foto që kanë ardhur me portretin që duket ishte shumë kënaqësi tepër e madhe. Dhe ndoshta edhe ju jeni ndihur shumë ishte një shkrimtar goxha i mirë mund themi që njihet për shkrimet. Por ju, cili ishte personazhi që ju përfaqësuat në sfilatën? Unë përfaqësova rilindasin Gjergj Fishta, cila isha edhe krenare për atë punim që e kemi bërë dhe po e mbaja në truk vetë dhe e përfaqësova vetë. Në fakt, Ajla ka përcjell një mesazh. Një mesazh? Po. Cili ishte mesazhi? Mesazhi i Ajlës përcjellte pa marrë parasysh jemi shqiptar apo të krishterë, jemi musliman apo të krishterë, jemi një kom, jemi shqiptar, patjetër. Kështu që ishte pikturuar i gjithi në pjesën e fustanit të Ajlës, po ashtu edhe shkrimet që ashtu shumë bukur. Atëherë mund të na thoni se si u zgjodhen figurat historike që nxënësit do të përfaqësonin? Si u zgjodhen? Kemi pasur bashkëpunim, në fakt ne jemi 5 profesoresha që kemi punu në këtë projekt. Na mungojnë edhe 3 tjera, që janë profesores Hiria, profesores Siana dhe profesores Sureja. I shpalosëm disa ide në tavoli. Ideja ku do shkojmë, cila do jetë ajo më pikasja për publikun, edhe vendosëm që pjesa e rilindasve të punohet tek fëmijët, që në fillim nxënësit na kanë refuzu kur e dhamë si temë, ama pastaj ishin të mahitur. Kemi bashkëpunu këtu, kemi bashkëpunu edhe me profesoreshën e gjuhës dhe letërsisë në shkollën tonë, Valdeta Dulahu, që na ka ndihmu shumë në përzgjedhjen e figurave kombëtare, po ashtu edhe në të gjitha vargjet që janë shkruar për nxënësve, që janë qëndisur në fakt për nxënësve e kështu me radhë. Në shumë bukur. Atëherë sa kohë zgjati përgatitja për sfilatën, si në aspektin kryes ashtu edhe logjistik? Do të thonë, ne fillimisht filluam me punimet në fillim të muajit shkurt. Punimet ishin më intenzive, do të thonë vetë se idetë në skica u hodhëm, pastaj u morëm me pjesën e konstruktimit të modeleve, pastaj edhe me teknikën e prerjes dhe qepjes, ndërsa në muajt e fundit vetë se më kemi punuar me detajet të cilët i dhanë edhe vetë jetë komplet koleksionit dhe projektit që nxënësit nxorën. Keni pasur ndihmë edhe nga nxënësit të themi, kanë punuar edhe këto në veshjen e këtyre figurave? Në fakt, këta punë nuk janë tonët. Ne profesoreshat kemi qenë mentorët e tyre, që u kemi ndëjtur për mbi kokë, ndërsa prej në skicim e deri në detajn më të fundit, këta i kanë punu vetë ato punime. Janë dora këtyre që kanë nxjerrë ato punime. Edhe çfarë është më e bukur se këta i punuan dhe i prezantuan vetë veshjet e veta në sfilatë. Shumë mirë, dhe këto besoj që e kanë ndjerë pak më shumë, e kanë vlerësuar edhe vetë edhe punën e vetë që e kanë punuar dhe pikërisht duke kur bëhet fjalë për figura shumë të njohura kombëtare. Mund të na thoni se çfarë vështirësi hasët gjatë realizimit të projektit, edhe pse ishte një projekt jashtë vendit? Vështirësisë kemi pasur, të them të drejtën, për arsye se kemi pasur drejtorin në krah, po ashtu komuna që ka qenë mbështetja jonë. Kemi pas edhe profesor koordinatorin e degës së tekstilit, profesor Suleman Nuhiun, që gjatë gjithë kohës kemi konsultuar dhe me to, kështu që vështirësitë kanë qenë shumë të Kemi pakta. mbështetje dhe për krahje. Kemi pasur shumë mbështetje dhe shumë për krahje nga të gjithë. Pashtu kemi pasur edhe mbështetje nga profesorët tjerë, për shembull, që të gjithë na kanë ofruar ndihmë. Çfarë duhet, ne jemi këtu. Ajo është një lehtësi shumë e madhe pastaj. Shumë bukur. Atëherë mund të na thoni si ndikon ky aktivitet në zhvillimin profesional dhe kulturor të nxënësve tuaj?
Do me thënë, projektet të tilla shkollës i japin edhe vlerë, po gjithashtu edhe nxënësve. Nxënësit në projektin që vetë se ne realizuam nuk mësuan që të krijojnë një veshje nga ideja deri në përfundim vetëm si një pjesë ose si një mbulesë për trupin, por ato mësuan se si një ide të realizojnë deri tek publiku i gjerë, si të krijojnë, ta japin mesazhin e veshjes të tyre tek publiku. Mendoj se pati një rol shumë të rëndësishëm dhe të veçantë që të ngrejë edhe vetdijen e publikut të gjerë. Pra ka qenë një rol i difisht. Ka qenë sfidë në vete, mund ta themi. Sfidë në vete dhe një rol i difisht, atë profesional dhe atë të pjesës kulturore. Shumë mirë. Atëherë kthehemi pak përsëri tek nxënësit. Çfarë mësuat ju gjatë këtij projekti për historinë dhe kulturën shqiptare? Cili nga ju cili do mund të përgjigjet, nuk është problem. Duke i qëndisur vargjet ne kuptuam se kjo është një gjë që duhet të ndjehemi krenare, po ashtu edhe kuptuam rëndësinë se sa e ka në ato tek ne, sa janë menduar për kombin shqiptar, dhe jemi shumë falënderues që ne mund ta folim gjuhën shqipe dhe të thomi se jemi shqiptar. Edhe ta dim historinë tonë, ta mësojmë ende më afër, ishte një kënaqësi tepër e madhe. Pikërisht. Si ishte përvoja e prezantimit në Kalan e Ulqinit? Ajla, mund të përgjigjesh? Ishte një përvojë shumë e bukur, kishim emocionet pa para, se ishim në një vend që nuk e dinim vendin, edhe ne kishim gjithë emocionet tona, po me atë që punuam, me atë që mbritëm ne, doli shumë bukur, ishte një emocion i pa para. A ju ndihmoi kjo përvojë të themi të ndiheni më krenar për identitetin tuaj? Kulturor shqiptar? Po, shumë krenar që morëm pjesë në këtë sfilat. Ishte bukur kur ju pan juve domethënë se bëhet fjalë? Se kishim punë me një publik të panjohur, edhe ishte një emocion i dyfisht. Pikërisht, edhe ju jeni, ju vetë i keni krijuar ato veshje dhe i keni prezantuar vetë dhe kjo është shumë bukur që e keni vlerësuar me një çfarë mënyre edhe ju punën tuaj dhe besoj që jeni munduar që më së miri ta prezantoni gjatë asaj sfilate. Po, normal. Kthehemi prapë. Cili ka qenë, mund të themi, profesoresha, reagimi i publikut kur kanë parë një sfilat të tillë nga nxënësit? Të them të drejtën, reagimi i publikut ishte shumë më i fortë se sa e kishim menduar ose imagjinuar. Duart trokitjet kanë qenë shumë të gjata. Ka qenë një emocion që nuk dinim si ta përshkruajmë, emocion, krenari, mund të themi, Në këtë sfilatë mode kishin përfaqësues edhe nga vende tjera, kultura tjera, apo vetëm ato të themi shqiptare? Cili do nga ju, nuk është problem. Ne kishim edhe përfaqësues të Ulqinit, të Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, atje ku vetë se ne prezantuam për herë të parë koleksionin, pastaj koleksioni u ripërsërit edhe në shkollën tonë këtë javë. Do me thënë, nxënësit prezantuan punën e tyre edhe para prindërve, gjë që ishte shumë brendësëlqëse edhe për ata, por edhe reagimi që morëm nga familjarët e tyre, me të vërtet ishte për t'u adhuruar. A planifikoni në të ardhmen që të mirë një pjesë edhe në projekte tjera, kështu jashtë vendit me nxënësit? Do ecim para. Do ecim para, do na keni përsëri mysafirin. Pa tjetër, kësaj radhe besoj, pse jo, kur prezantohet një punë, edhe ju si profesoresha besoj që do të ndiheni krenar për nxënësit e juaj, ne vetë se jemi krenar. Edhe atë na kanë bërë shumë krenar. Se e dinë si është, profesori mund të kërkon punë tek nxënësi, po nëse nxënësi nuk e nxjerr atë punë, ne jemi të dështuar pastaj në atë pjesën ndërsa këtu është tek kundërta. Këta na bëjnë krenar jo vetëm në këtë projekt, po edhe në projektet e më përparshme që kemi pasur. Për shembull, kishim një ekspozit në presidencën e Shqipërisë, që atje dolëm shumë
Të kënaqur. Shumë të kënaqur edhe shumë të mirëpritur ndoshta edhe nga jo residencë e Shqipërisë. Mund të na thoni se cilët janë drejtimet ose profilet që ofron shkolla juaj? Drejtimi që i ofron shkolla jonë është drejtimi për tekstil lëkur, artet aplikative dhe drejtimi kimi teknologji. Mendoj se ka drejtime shumë të mirëfilltas shkolla vetë si një shkollë profesionale. Ku është më shumë interesimi të themi i nxënësve? Në gjitha profilet apo ka një profil të themi më të veçantë që duan vetëm aty? Jo, interesimi është në të gjitha profilet, për arsye se te artet e aplikuara është dizajni i interierit, i mobilierisë, dhe kjo pjesë pastaj të jep, këta janë degë që në ditët e sotme janë shumë para, pashtu tek dega e tekstilit janë modelimi, përpunimi dhe dizajni. Ka shumë degë që kimia teknologjike është ushqimorja, është mjedisorja. Janë degë që i duhen për ditëshmërisë sot. Pikërisht. Mund të na thoni se çfarë rëndësie ka ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe etnografike në programin tuaj arsimor? Cila nga ju? Ja, besa dhe. Trashëgimia jonë është të ruajmë trashëgimin tonë paraqet një rol shumë të rëndësishëm për ne. Gjithsesi programi është marrë më së shumti me atë që të njohim se nga vim, të njohim historinë tonë, të njohim të parët tonë, me qëllim që të dim pikë së pari se kush jemi dhe pastaj mendoj se do e kemi edhe më lehtë të studiojmë edhe punojmë kultura të tjera. Pikërisht, sa është e rëndësishme për shkollën përfshirja e nxënësve në projekte praktike, si kjo e fundi që ishte sfilata mode në Ulqin? Projekte si ky e ndihmojnë nxënësin të mësojnë me zemër dhe përfshirje të madhe në mes punës. Ai nuk është më spektator, por aktor në formimin e vetë në formimin e vetë profesional. Mendoj se kjo është arsimi që i duhet ditës së sotme. Pikërisht. A planifikoni që kësi lloje projekte në të ardhmen të vazhdoni ju sado pak e cekët në fillim që nuk do të ndaleni, po e keni menduar se cili do të jetë projekti i radhës nëse do të shkoni dikund jashtë vendit? Jo vetëm një projekt, po edhe shumë projekte tjera janë të menduara. Janë të menduara. E din si është Rehan tek ne në shkollë, ka profesorë që punojnë shumë me nxënësit dhe ajo dëshira e madhe e profesorëve i nxjerrën nxënësit këtu ku janë sot. Pikërisht, kthehemi edhe një herë tek nxënësit. A do dëshironi të merrni pjesë edhe në projekte tjera kështu, si kjo pjesa e sfilatës në Ulqin dhe cilja mandej do ta bëj pyetjen, vazhdo vetëm me këtë. Unë mendoj se ne si nxënës çdo herë do dëshirojmë të merrnim pjesë në projekte të tilla, por ne të tre jemi maturante, nuk e kena shansin të marrim pjesë në projekte të ndryshme. Shpresojmë që në vazhdim ndonjëherë ndoshta profesoresha nëse jeni nxënëse shumë të mira, do ju thrasim përsëri për ndihmë. Po, ama ne çdo herë do jemi kraj tyre dhe normale dhe do ju ndihmojmë pse jo. Cila keni ndonjë figurë të përzemër që do të doni ta prezantonin si kjo në sfilatën e Ulqinit që ishte? Ajla, të tret mund të përgjigjen nëse keni ndonjë figurë. Për shembull për figurave tjera që kanë pas të veshura nxënësit tjerë. Do një figura, do kishe që ki diçka më të përzemër që do kishe pas dëshirë ta prezantosh? Ndoshta do kishim pas qejf të prezantoj Naim Frashërin, pasi është shkrimtari i parë joni. Pikërisht. Unë do të kisha pas dëshirë të prezantoj veshjen e Ajlës. A, të ka pëlqyer domethënë? Po për shkak kënaqësisë ne prezantoj unë. A, domethënë, luan shumë role edhe gjatësia. Po, patjetër. Ndërsa për juve? Unë e kam prezantuar veshjen time Naum Veçeladin që e ka pasur qejf shumë. Ndoshta ki ndonjë edhe figurë tjetër që figurë tjetër. E ke menduar në të ardhmen? Mund të Naim Frashën edhe unë e kam qejf edhe. Kështu që Ajla një fërkim të mirë poshtë. Kështu që do ja lëm djalit le ta prezanton Naim Frashërin.
Tani jemi edhe në prag të regjistrimeve. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata nxënës që duan të regjistrohen në shkollën e tekstilit? Cili do t'ishte mesazhi juaj si profesoresha? Për nxënësit mendoj se shkolla jonë jep mundësi shumë të mira, si në atë aspektin profesional, por edhe në aspektin vetë realizimin dhe ngritjes së nxënësve në një nivel me të vërtet të përgatitur për edhe zhvillimin e arsimit të lartë më tutje. Mendoj se nxënësit nga shkolla jonë dalin vetë se shumë të përgatitur, vetë se kjo ishte edhe sfilata që ata paraqiten një hap drejt suksesit të tyre. Pikërisht. Pra marrin di diploma, unë them, se njëra është diploma kryesore dhe tjetra merr profesionin që mund të vazhdon në të ardhmen të punon. Pra është janë dy që do ju ndihmojnë shumë në të ardhmen në nxënësve. Profesoreshë, cili do t'ishte mesazhi juaj për maturantat, të cilët ndoshta e kanë menduar, do të vazhdoni në këtë fushë, në këtë drejtim edhe në shkollën e lartë apo mesazhi çdo herë ua them. U lutem, vazhdoni shkollimin, mos u ndalni këtu ku jemi. Gjatë gjithë kohës të gjithë nxënësve, jo vetëm këtyre, po pa marrë parasysh cili është shkollohu. Patjetër. Shkollohu, se shkolla është. Nxënësit ku e shohin të ardhmen? E shihni si një dizajnere në të ardhmen të punoni në këtë punë? Unë prej fillim që i kam bërë regjistrimet e vitit të parë, kam qenë gjithmonë e kësaj dege dhe dëshira më e madhe ka qenë të jem në drejtimin dizajn. Nuk munda të jem në drejtimin dizajn, u regjistrova në tekstil, në përpunimin e veshjes. Po edhe në të ardhmen mendoj se do e vazhdoj të njëjtin drejtim. Në njëjtin drejtim. Ndërsa për juve? Njëjtë edhe për ne. Do vazhdoni edhe ju në këtë pjesë, nuk do të ndaleni. Jo. Ku e shet të ardhmen djali? Se disi, kohën e fundit nëse një vajzë merret me dizajn, okej, po për djemë disi tani kohën e fundit kanë ndryshuar mendimet. Edhe pse unë mendoj që janë më të mirët në këtë punë. Pasi e kemi pak të vetmin këtu në studio, krejt jemi femra, ta përkrahim. Në pjesën tonë janë si këto tabut që janë djalë dizajner apo se dizajneri roba qepsi i parë djalë ka qenë djalë. Mendoj që këto janë ato peripeci që duhet më t'i largojmë. T'i largojmë nga. Për juve, të ardhmen, sa të ka përkrahur të themi edhe familja në këtë drejtim që keni zgjedhur? Familja shumë ka përkrahur këtë drejtim, edhe ala po përkrahur. Mendoj fakulteti për grafik dizajn ose dizajn shumë. Pikërisht. Dhe kjo është shumë, nëse keni edhe diçka të shtoheni përveç ulçinit, çfarë ju ka lënë mbreslënse në kalana ulçinit? Ju e cekët pak që ishin gurët, ajo pjesa që është historike? Më ka lënë një mbres shumë të madhe pronari i hotelit që kemi që keni na qëndruar. kanë vendos, po. Palata Venecia që ka qenë për çdo send i gatshëm që sfilata të del në nivelin që ishte, që e kemi paraqitur. Që e keni paraqitur. Ajo ka qenë edhe pastaj të ftuarit që i kishim elitar. Elitar, shumë mirë. Ju falimderit edhe njerë që ishit të pjesë e emisionit të Ritmi i Ditës. Shpresoj që me projekte tjera, e ceki edhe profesoresha se nuk do të ndaleni, do vazhdoni gjatë gjithë kohës, keni shumë projekte në mendje dhe shpresoj që të ju kemi edhe një herë tjetër në studion tonë. Ne u presim edhe në ateljen tonë. Pa tjetër, nuk do të mungojmë, do të vim shumë së shpejti, ku do nga tregoni shumë më mirë gjithë procesin e punës dhe pikërisht për këto veshje që janë goxha interesante që dhe shikuesit kam pasur mundësin për t'i parë nga afër nëpërmjet fotografive të ekranit tonë. Ju falimderit edhe një herë. Ishtë kënaqësia jona. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotshme që kishim përgatitur, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër, veçse të shihemi ditën e javën e ardhshme, ditën e hënë. Mirëbeqi.